Përshëndetje miq. Sot jemi ardhur në fshatin Dunav, në komunën e Gjilanit. Çka është karakteristik pak më tregu e këtij fshati është se është në trekoncin e famshëm. Për shembull, fshati Dunav është pjesë e Kosovës, mirë po kufi e ka Serbinë dhe anën tjetër e ka Maqedoninë. Në anë trekonç. Ku jemi tash saktësisht? Jemi te xhamia edhe shkolla e fshatit. Çfarë është karakteristike e kësaj? Xhamia, domethënë këtu është edhe shkolla që mbrapa meje, janë ndërtu prej hoxhës Mulla Idris Gjilanit. Është pak e pa logjikshme në shikim të parë, thonë ka marru hoxha shkolla. Mirë po, realiteti është ky. Domethënë, në vitin 1937, Mulla Idris Gjilani e ka ndërtuar xhamin në fshatin Dunav edhe shkollën ku banorët e fshatit dhe të rrethit këtu kanë mësu shqip. Kanë mësu shkronjat e alfabetit shqip. Pra, për Mulla Idris nuk po hyma detaje se çka do që të them unë, la diçka mangut. Hera tjera kena me bën një histori veç për Mulla Idrisin. Sot i ardh me vizitu këto dy monumente që janë kanë shkatrune. Hajde me mu, janë restauru prej qeverisë Kosovës, gjithsesi Ministrisë Kulturës, dhe janë fut në trashëgimi kulturore. Mirë po, na le të vjes diçka një detaj. A ja mërmenja juve që ka pas xhami pa minoreve? Ha? Jo. Edhe kjo xhami, si kri xhamiet më herët, ka pas minore. Bile që kjo xhami ka pas minore ndikun 17 metrat nalt. Po tash, në spedi pse kur u bë restaurimi nuk e kanë ndërtu edhe minoren. Ai ka pengu diçka qeverisë, minorja si ka pengu, se di, nuk po ina të detaje shumë. Këto bo, mësim besimi, falja namazëv, krak sajna, shkolla e gjuhës shqipe. Këtë shadërvonin e pas ka ndërtu, është mirë me cek edhe me duar trokit, me një farfor me i dhon kredit. Haxhi Abdullah Rushta. A ka uj? A këshyre? Jo, në garant. I këtë mraz, ku ka uj për zotin, nësë sa e batë dhe s'po mojnë pa kopa dhe që të pami, hajde me mu. Ani pëse është vend i mbrojtun edhe e kanë fut të monumentet trashëgimisë kulturore, mirë po, tash kujt i ka ranë men me shfrytzu që të vend që të hapësir për biznes, nuk e di. Me thonë, këto ka kosheret bletve, opa, i pas ka hungura rusha do blet. Për në me po, qëre? I pas ka hungura rusha nështë. Ide gjeniale ka bo, pëtën në thojza. Ka gjithë hapësiren, këtu mali po, hajde ti vendosë dhe blet edhe në të bëj biznes, të fitoj diçka. Qëre, e jamja nuk është me kundërshtu këta, për veç për peceki. Se isha Allah milioner, bosh edhe jashe hajrin. E pëtën? Qëre një detaj që më ranë sy, që i kam bo me hile, ja kam bo me hile shkollës. A i ke po kulumart e xhamis, janë me beton taman në regull. Kulumart e shkollës i kanë lënë pa beton. Një fryme madhe, gjasat janë të mëdhaja për me metë, pa kulumart, pa qërmide kjo. Se nuk ja kam vendos betonin aty. Kush e ka bë pranimin teknik këtij objekti se di. Edhe xhamia Qyre Samiri ka fugat. Te shkolla ju ka harxhu materiali. Xhamin e kanë rresh. Adën 10 që a shkollës ja kanë lënë s'ka pas material, ka funë edhe kanë lënë hajt. Se shkollë kjo më, adën s'ka lidhje. Qëre? Çfarë fuga ka shkolla, ej? Po e gishti këtë. Zot bën e hajër. Si do qoftë, fundit halali qoftë që kanë ndërtu e restauru, edhe është një vend për mu vizitu prej rinis edhe mu pa që Mulla Idrisi jo vetëm patriot adhetar, mirë po ka kontribu edhe për mësimin e shkronjave gjuhës shqipe edhe shkollimin e rinisë shqiptare. Me kaq për përfundojmë e shpresoj që në storje tjera shihmi diçka dhe ma ekstra. Kaloni mirë.